Gazetari amerikan Matthew D. Palumbo ka zbuluar një skandal lidhur me përdorimin e fondeve të USAID-it nga miliarderi George Soros dhe kryeministri Edi Rama për të ndikuar në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Një investigim të publikuar The Daily Economy ai theksoi se fondet e taksa paguesve amerikanë përdorën për të manipuluar reformën në drejtësi, me pasoja shkatërrimtare për vendin. Sipas Palumbos, Shqipëria është një nga vendet më të prekura nga korrupsioni në rajon, me një nivel të lartë të rishvetit dhe transaksioneve të palishme. Ndërmjet viteve 2000-2015, Fondacioni i Shoqërisë së Hapur dhe USAID investuan rreth $60 milion në reformën në drejtësi, e cila përfundimisht i dha Partisë Socialiste një kontroll më të madh mbi sistemin gjyqësor. Ai thekson që nga ardhja e Ramës në pushtet në vitin 2013, një dokument strategjik i OSF-s parashikonte ndryshime kushtetuese për ndikuar në drejtësinë shqiptare. Reforma në drejtësi e miratuar në vitin 2016 nuk arriti rezultatet e premtuara. Analiza e vitit 2021 zbuloi defekte të dëmshme si bllokimi i gjykatës kushtetuese dhe Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë për 4 vite. Mungesa e gjyqtarëve dhe gjykata apelit dhe ato të shkallës së parë duke krijuar një ngarkesë prej mbi 100.000 çështjesh. Administrimi i çështjeve të gjykatës së lartë i u dha një institucioni të financuar nga Soros dhe USAID, drejtuar nga ish bashortja e Edi Ramës. Rritja e ndikimit të Partisë Socialiste mbi OJQ. Përkesimi korrupsionit me kosto të fryera për punën publike, Palumbo e krahason këtë ndërhyrje me efektet negative të Sorosit në sistemin e drejtësisë në SBA, duke theksuar se ndikimi i tij jashtë vendit ka qenë edhe më i dëmshëm.